frika dhe afërsia, Limi dhe Dolce në Big Brother Kosova, në shtëpinë e Big Brother Kosova, dita dukej si çdo ditë tjetër, dritë e ngrohtë që depërtonte nga dritaret e mëdha, biseda të zakonshme dhe të qeshura të banorëve. Por për Limin, çdo gjë ndryshonte kur Dolce afrohej në dhomë. Nuk ishte një rrezik i dukshëm, as një konflikt, ishte tension i hollë, ndjenja e një frike të brendshme që nuk mund ta shpjegonte dot përpara të tjerëve. Ai e shikonte nga distanca, duke vëzhguar çdo lëvizje të saj. Dolce ishte e natyrshme, e qetë dhe e sigurt në hapësirën e saj, por për Limit, çdo lëvizje e saj dukej sikur shkaktonte një dridhje të papritur. Një ndjesi të ngjashme me atë të një kafshë që sillet e lirë dhe është e vështirë për t'u parashikuar. Dolce po ecte pranë tavolinës, duke marrë disa gjëra për një lojë të ardhshme. Limi ndjeu që zemra i rahu më shpejt dhe për një moment ai uli pak kokën dhe bëri një hap mbrapa, si për t'u distancuar. Nuk ishte frikë prej saj si person, por nga afërsia që krijonte prania e saj, nga mënyra se si ajo i bënte të duket gjithçka e qartë dhe transparente. Banorët e tjerë nuk e vinin re tensionin. Ata shikonin dy persona që ishin thjesht në të njëjtën dhomë. Por për Limin, çdo hap, çdo buzëqeshje e Dolce, çdo lëvizje e saj, ngjante si një sfidë e padukshme. Ai ndjeu nevojën për të kontrolluar çdo lëvizje të tij, mënyrën se si ecte, se si buzëqeshte, se si e shikonte. Dolce e pa që Limi po e shikonte me një përzierje shqetësimi dhe respekti. Ajo buzëqeshi lehtë, pa folur, duke kuptuar se diçka po ndodhte. Nuk ishte as tension i hapur, as përplasje. Ishte moment i hollë ndërmjet dy njerëzve, ku njëri perceptonte fuqinë dhe praninë e tjetrit dhe tjetri ndjente një frikë të brendshme nga afërsia që krijohej. Limi bëri një hap më pranë, por menjëherë ndjeu që Dolce e perceptoi. Ai ndaloi. Ata shikonin njëri tjetrin për një moment të gjatë, pa fjalë. Vetëm shikimet dhe heshtja folën. Ishte një komunikim i pastër. Një dialog i pandërprer që nuk kërkon të zëra, vetëm mos lëviz shumë pranë, mendoi Limi, duke e ndjerë tensionin që rritej çdo sekondë. Ai ishte i vetëdijshëm për efektin që prania e Dolce kishte mbi të, dhe nuk ishte moment për impulsivitet. Dolce, nga ana e saj, nuk po e përdorte këtë frikë. Nuk kishte asnjë qëllim të nxiste ndonjë emocion negativ. Ishte thjesht vetja. Por për Limin, çdo gjest i saj, çdo qeshje, çdo lëvizje e dorës, ngjante si shprehje e një fuqie të padukshme, një aftësi për të vënë gjithçka në perspektivë dhe për t'i bërë të duket se çdo gjë është e dukshme, e lexueshme. Në minutat që pasuan, ata u gjetën pranë njëri tjetrit. Por pa folur shumë. Limi i shikonte këmbët e saj që lëviznin, mënyrën se si ajo ul pranë tavolinës dhe ndjente një nevojë për të qëndruar i qetë dhe i matur. Dolce, nga ana tjetër, po vëzhgonte gjithçka me një buzëqeshje të qetë, pa e kuptuar tensionin e tij të brendshëm. Banorët e tjerë po qeshnin dhe diskutonin për lojën që do të vinte, por Limit dhe Dolce ishin në një tjetër nivel perceptimi. Nuk ishte përplasja, nuk ishte konflikti, por një tension i hollë, afërsi dhe frikë ndërthurur, që vetëm ata e ndjenin. Kur dita përfundoi dhe të gjithë u larguan për darkë, Limi ndjeu se tensioni ishte ende aty. Ai u ul pranë dritares dhe e pa Dolcen që përfundoi detyrat e saj. Zemra i rahu pak më shpejt, por një buzëqeshje e lehtë u shfaq në fytyrë. Ishte buzëqeshja e pranimit. Ai pranoi se ndjenja e frikës nuk është gjithmonë e keqe, ndonjëherë është thjesht një sinjal i afërsisë që është e rëndësishme dhe reale. Në Big Brother Kosova, ky ishte një moment tipik, jo dramatik, jo skandalos, por plot tension, emocione dhe kuptim, një fragment i vogël që tregon se afërsia dhe frika mund të bashkëjetojnë dhe të krijojnë histori të veçanta. Limi e dinte se çdo moment tjetër me Dolce do të sillte të njëjtin ndjenjë, një sfidë e brendshme. Një tension i hollë dhe një respekt që nuk kërkon fjalë. Dhe Dolce, e vetëdijshme ose jo, ishte pjesë e këtij tensioni që e bënte lojën kaq të fuqishme dhe emocionuese.